Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 40 të surës Qamar, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill mësim? Ky ajet na thot se Kur'ani është i qartë, i kuptueshëm dhe i lehtë për të përvetësuar nga çdo njeri që e kërkon sinqerisht të vërtetën. Allahu u ka lehtësuar njerëzve rrugën drejt udhëzimit, por sfida qëndron tek gatishmëria e tyre pra e njerëzve për ta dëgjuar, reflektuar dhe për të marrë mësim prej tij. Ajeti nxit përgjegjësinë personale. Udhëzimi është i afërt dhe i arritshëm, por nëse njeriu nuk përfiton, problemi nuk është vështirësia e mesazhit, por mungesa e vëmendjes dhe e vullnetit të njeriu për ta pranuar atë pra mesazhin. Ajetet e Kuranit të shenjtë përfaqësojnë mesazhin hyjnor, që i drejtohet mendjes dhe zemrës së njeriu duke e udhëzuar atë drejt së vërtetës dhe rrugës së drejtë. Çdo ajet i Kuranit mbart në vetvete kuptime të thella, urtësi të shumta dhe mësime që i kalojnë kufijtë e kohës dhe të vendit. Kuptimi i ajetit nuk qëndron vetëm në fjalët e tij, por në reflektimin, meditimin dhe zbatimin e tij në jetën e përditshme. Prandaj, studimi dhe kuptimi i ajeteve është një hap i domosdoshëm për të kuptuar mesazhin e plotë të Kuranit të shenjtë dhe për ta jetësuar atë në praktikë. Për sot do të flasim për kuptimin e ajetit 112 të surës Nisa. Në këtë ajet, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Kushdo apo kush bën ndonjë gjuna ose të keqe, pastaj ja vesh atë pra të keqen gjunahut një të pafajshmi, atëherë ai e ka ngarkuar veten me fajin e shpifjes dhe me një gjunah të madh e të qartë. Sa i mrekullueshëm pra ky ajet. Sa bukur do të ishte sikur ne këtë ajet ta kuptonim dhe ta zbatonim në jetën tonë. Se po të zbatohet, shoqëria njerëzore do të ishte e pastër nga çdo e keqe. Ajeti i begat përmban një paralajmërim shumë të fortë moral dhe shoqëror. Ai trajton një nga padrejtësitë më të rënda, e cila është veshja e fajit një të pafajshmi. Kjo vepër është një formë e shtremërimit të së vërtetës, cënon drejtësinë dhe dëmton rënd një person të pafajshëm,
si në reputacion, ashtu edhe në jetën e tij të përditshme. Gjithashtu, veshja e fajit, një të pafajshmi, tregon mungesë ndërgjegjeje dhe përgjegjësie nga ai që e bën këtë veprim. Ajeti thot se kush krye një mëkat apo gabim dhe pastaj përpiqet ta shpëtojë veten e tij duke ja veshur fajin dikujt tjetrit të pafajshëm, ai bën dy mëkate. I pari është vetë mëkati që ka kryer, dhe mëkati i dytë është shpifja, pra akuza e rreme ndaj tjetrit. Kjo e dyta e rëndon edhe më shumë, sepse përveç padrejtësisë ndaj vetes, i bën padrejtësi edhe tjetrit. Edhe ky ajet, si të gjitha ajetet e Kuranit të shenjtë, përmban mësime të ndryshme për njerëzit, dhe prej mësimeve kryesore të këtij ajeti janë: mësimi i parë, padrejtësia ndaj të pafajshmit është shumë e rëndë. Islami e konsideron të shenjtë nderin dhe dinjitetin e njeriut. Allahu thot në Kur'an: "Walaqad karramna bani Adam", ne i kemi fisnikruar, i kemi nderuar bijtë e Ademit. Prandaj nuk ka të drejtë askush që të poshtrojë nderin dhe dinjitetin e njeriut. Ta akuzosh dikë pa faj është një krim moral shumë i madh dhe një padrejtësi e madhe. Dhe feja e pastër islame e kundërshton këtë veprim të mëkat të madh. Mësimi i dytë që nxjerrim nga ky ajet i begat është se shpifja është një mëkat i dyfisht. Njeriu jo vetëm që nuk shpëton nga gjunahu i tij, por shton mbi vete edhe një gjunah tjetër, shpifjen. Dhe Islami pra e kundërshton ashpër shpifjen dhe paralajmëron për dëmet e saj në shoqëri. Ai që shpif do të ndëshkohet rënd në jetën tjetër. Mësimi i tretë që nxjerrim nga ky ajet i begat është përgjegjësia personale. Ajeti na mëson se çdo njeri duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta dhe të mos përpiqet të shpëtojë duke dëmtuar apo duke lënduar të tjerët. Të mos përpiqet pra të shpëtojë duke akuzuar të pafajshmit. Mësimi i katërt, zbulimi i së vërtetës nga Allahu. Edhe nëse njerëzit mund të mashtrohen përkohësisht, apo mund të mashtrojnë të tjerët, apo mund të akuzojnë të tjerët, Allahu i gjithdijshëm e di të vërtetën dhe drejtësia e tij është absolute. Dhe vjen një ditë që ai mashtrim apo ai akuzë rrem del haptasi. Allahu fuqiplot vonon por nuk harron. Prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm se Allahu pra i di të gjitha veprimet që ne veprojmë. Allahu është i gjithdijshëm për çdo fjalë që themi, madje për çdo mendim që mendojmë, për çdo qëllim që synojmë. Askush të mos mashtrohet se nëse bën diçka ajo ikën, edhe nuk merret, nuk shënohet apo nuk regjistrohet. Përkundrazi, çdo fjalë, çdo vepër e jona shënohet dhe regjistrohet. Dhe do t'japim llogari për to para Allahut fuqiplot. Mësimi i pestë që mësojmë pra nga ky ajet i begat është rreziku i manipulimit dhe intrigës. Ajeti dënon sjelljet manipuluese në shoqëri, ku njerëzit
për interes personal, sakrifikojnë të pafajshmit. Rreziku i manipulimit dhe intrigës qëndron në faktin se këto sjellje prishin besimin mes njerëzve, krijojnë konflikte dhe padrejtësi, fshehin të vërtetën dhe dëmtojnë marrëdhëniet shoqërore. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj mashtrimit dhe lojrave të fshehta, si dhe të qëndrojmë të drejtë, të sinqertë dhe të vetëdijshëm në marrëdhëniet tona me të tjerët. Ky ajet i begat na përcjell mesazhe dhe na thot: mos e justifiko gabimin duke dëmtuar të tjerët. Ruaje gjuhën nga akuzat e rreme. Pranoje fajin dhe pendohu, sepse kjo është rruga e shpëtimit. Mbrot dignitetin e njerëzve dhe mos u bëj shkak i padrejtësisë. Edhe hadithet e nderuara flasin për rrezikun e shpifjes dhe të akuzës së rreme. Në hadithet e profetit dhe të Ehli Bejtit, paqja e Allahut qoftë mbi ta, thuhet: është transmetuar nga i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e tij, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: kush akuzon një besimtar për diçka që nuk e ka bërë, Allahu do ta vendos mbi një kodrin të xhehenemit derisa të dalë ajo që ai ka thënë, pra ajo shpifje. Ky hadith tregon se shpifja nuk është gjë e lehtë, por një mëkat që ka pasoja shumë të rënda në botën tjetër. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kur besimtari e akuzon vëllain e tij pa të drejtë, imani, pra besimi i tij shkrihet në zemrën e tij, ashtu siç shkrihet kripa në ujë. Gjithashtu Imam Sadiku ka thënë: shpifja ndaj një të pafajshmi është më e rëndë se malët e palëvizshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: nderi, pasuria dhe gjaku i muslimanit janë të shenjta dhe nuk i takon askush që ta shënderoj muslimanin, t'i marr pasurinë apo t'i marr jetën. Të akuzosh dikë padrejtësisht është pra cënimi i nderit të tij, dhe kjo është shumë e rëndë tek Allahu fuqiplot. Është transmetuar nga prisi i besimtarëve Imam Aliu alayhis salam se ka thënë: më i padrejti ndër njerëzit është ai që ja vesh fajin dikujt që nuk ka faj. Kjo thënie pra Imam Aliut përputhet drejt për së drejti me ajetin 112 të surës Nisa. Ka shumë shembuj praktik nga jeta e përditshme ku akuzohet i pafajshmi. Kjo ndodh në familje. Një fëmijë thyen diçka dhe për të shpëtuar nga dënimi thot: e bëri vëllai im, thot. Me këtë veprim ai bëri gabimin e thyrjes si dhe shpifjen ndaj vëllait të tij të pafajshëm. Është detyrë që fëmijëve të mësohet që të thonë gjithmonë të vërtetën dhe të shmangin gënjeshtërën dhe shpifjen. Gjithashtu, akuza e të pafajshmit ndodh edhe në punë. Një punonjës bën një gabim në projekt apo në detyrë që i është ngarkuar dhe ja hedh fajin kolegut të tij padrejtësisht. Kjo sjell padrejtësi ndaj kolegut, humbje besimi, dëmtim të miqësisë dhe mëkat para Allahut të madhëruar. Gjithashtu, fenomeni i shpifjes apo i akuzimit të një të pafajshëm është i përhapur në rrjetet sociale, në të cilët dikush përhap një lajm të pavërtet për një person, mashkull apo femër, pa e verifikuar lajmin. Kjo është shpifje kolektive dhe shumë më rrezikshme, sepse dëmton reputacionin e njeriu para shumë njerëzve. Por, cilat janë pasojat e shpifjes? Duke u njohur me pasojat, njeriu pra
ndër merhapat që të shmanget nga ky veprim i shëmtuar. Pasojat e shpifjes janë: e para, humbja e besimit tek njerëzit, pra njerëzit nuk i besojnë atij që shpif. E dyta, prishja e marrëdhënieve. E treta, dënimi në botën tjetër. E katërta, ngarkim me 2 mëkate, si thot ajeti i madhruar. Por si ta zbatojmë këtë ajet në jetën tonë të përditshme? Zbatimi i këtij ajeti të begat, pra ajetit 112 surës Nisa, arrihet duke pranuar gabimet me guxim, duke mos folur pa provë, duke verifikuar çdo informacion para se ta përhapësh atë, duke mbrojtur të pafajshmit dhe duke mos i akuzuar ata, duke kërkuar falje kur gabon. Ky ajet i begat na edukon që të jemi të drejtë, të sinqert dhe të përgjegjshëm. Shpëtimi nuk arrihet te fshehja e së vërtetës, por te pranimi i saj dhe te pendimi për atë që ke gënjur, ke akuzuar apo ke shpifur. Në ajetin 119 të surës Taube, Allahu i madhruar na bën thirrje dhe na thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të vërtet në fjalë dhe në vepra. Allahu fuqiplot na bëf për atyre që janë të vërtet në thënie dhe në vepra. Qofshim për atyre pra që qëndrojnë larg shpifjes, larg akuzës së të pafajshmit. Qofshim për atyre që e lexojnë Kur'anin dhe e zbatojnë atë në jetën e përditshme, sepse zbatimi i Kur'anit sjell vetëm mirësi dhe largimi nga Kur'ani sjell vetëm se vështirësi dhe errësirë në jetën tonë të përditshme. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kur'anit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.